mirë se erdhët në edicionin informativ të ditës. Do ndalemi tek urimi për 8 marsin, le të jetë kjo një ditë një kujtesë se barazia, respekti dhe vlerësimi për gratë duhet të jenë realitet çdo ditë. Kjo dhe të tjera urime që figurat e rëndësishme vendore kanë përcjell ekskluzivisht për Blu Televizion. Ti ndjeki. 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, ditë e cila shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhje, por dhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim për disa dekada. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi, festohet sot në të gjithë botën për të nderuar dhe respektuar figurën e gruas. Kjo ditë është simbolike për rrugtimin historik që gratë në të gjithë botën kanë bërë për të përmirësuar jetët e tyre. Në Shqipëri, festa e gruas është kthyer në një simbol të veçantë për nëna dhe vajzat. Ato marrin dhurata nga fëmijët apo bashkëshortët në shenjë mirënjohje dhe respekti. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallime, por edhe përpjekje për të kujtuar për barazin, drejtësinë dhe ndërtimin e dekadave. Edhe figura të rëndësishme të Vlorës kanë urruar në rrjetet e tyre sociale dhe kontaktuar telefonikisht për të përcjellë urimet dhe mesazhet për të gjitha vajzat dhe gratë vlonjate dhe jo vetëm. Kryebashkiakja Mersini në profilin e saj thekson pakufishmërinë atë që mund të bëjnë gratë duke uruar 8 marsin. Ministria Ismaili përsolli modelin e dashurisë që duhet kemi për vete dhe ndryshe nga modelet e nënave tona, të mendojmë më shumë për të tjerët, ajo që ngelet për veten tonë. Duhet ta duam veten shumë, mbylli urimin e saj. Në ditën simbolike të angazhimit femëror për të kërkuar, për të luftuar e disa të tjera edhe për të festuar, kryetare i qarkut Vlore Ervis Moçka ndau telefonikisht urimin e tij. Në këtë 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, dua të shpreh mirënjohjen dhe respektin e thellë për të gjitha gratë dhe vajzat e Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Ato janë forca e familjes, shtylla e shoqërisë dhe një energji e pazvendësueshme në zhvillimin e komuniteteve tona. Uroj që çdo ditë të jetë një hap më shumë drejt barazisë, vlerësimit dhe mundësive të merituara për to, gëzuar 8 marsin. E ndërkohë kryetaria e Këshillit Bashkiak, Vlore Elpiniqi Mërkuri, bashkohet me mesazhin e urimit. Urime festën më të bukur. Të jesh grua do të thotë të luftosh çdo ditë me veten, për të bërë më e fortë, më e vetëdijshme dhe më e realizuar. Do të thotë të përballesh me dëshira, sfida dhe paragjykime të shoqërisë, duke mos ndalur kurrë së besuarit tek vetja dhe tek e drejta për të qenë e barabartë. Gëzuar 8 marsin. Prefektja e Vlorës Evisa Ullushi në urimin e saj ka theksuar rëndësinë e të drejtës tënde si grua, për ta përqafuar fort këtë të drejtë dhe pretenduar ndër të tjera. Gëzuar 8 marsin të gjitha grave, nënave, motrave të jenë të forta, të kërkojnë të drejtat e tyre, të rrisin dhe edukojnë fëmijë të mirë dhe të denjë për shoqërinë, të duan dhe respektojnë bashkëshortët. Një urim i veçantë për gratë në karrierë dhe në drejtim të institucioneve që të tregojnë që shoqëria bëhet më e mirë kur gratë marrin përgjegjësi. Gëzuar të gjitha grave që sot në 8 mars janë në punë. Në urimet e përbashkëta vlerësohet angazhimi, rritje e kontributit të grave në shoqëri dhe krijimi modeleve të reja. Drejtoresha e shërbimeve sociale në Vlorë në punën e saj të përvitshme me targetin vulnerabël të qenit grua ndan eksperiencën duke përcjell. Dedikuar grave dhe vajzave që në një moment të vështirë të jetës së tyre kanë nevojë për mbështetjen dhe solidaritetin e shoqërisë. Për nënat dhe vajzat kryefamiljare, të cilat përtej sfidave mbeten të forta dhe të begata në familjet e tyre. Për gratë dhe nënat që kujdesen për fëmijët e tyre me aftësi ndryshe, me përkushtimin e tyre ushqejnë familjet me dinjitet. Për gratë dhe vajzat që shërbejnë në sistemin e kujdesit social, i inkurajoj të jenë akoma dhe më të dedikuara që sistemi shoqëror të jetë një shtyllë e konsoliduar suporti dhe mbrojtje sociale. Jo larg vëmendjes është dhe mesazhi deputete Zamira Sina, sipas së cilës nuk është vetëm një ditë feste, sot 8 marsi është një ditë mirënjohje për forcën, sakrificën dhe dashurinë e pafundme të grave që çdo ditë mbajnë bisupe familjen, punën dhe shoqërinë. Gratë e Vlorës kanë qenë gjithmonë të forta, dinjitoze dhe të guximshme. Në historinë e këtij qyteti, në familjet tona, në jetën e përditshme, gjithmonë ka qenë një grua që ka qëndruar e palëkundur, që ka dhënë dashuri dhe që ka mbajtur gjallë shpresën. Do të vijmë me të tjera në zhvillim e aeroportit ndërkombëtar i Vlorës, duke se po hynë në fazën përfundimtare drejt hapjes. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se pas takimeve të zhvilluara gjatë ditëve të fundit mes të dërguarve të kryeministrit, strukturave përkatëse dhe administratorëve të aeroportit, është konfirmuar se aeroporti pritet të hapet në periudhën 10 deri në 20 qershor.
Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës duket se po hyn në fazën përfundimtare drejt hapjes. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se pas takimeve të zhvilluara gjatë ditëve të fundit mes të dërguarve të kryeministrit, strukturave përkatëse dhe administratorëve të aeroportit është konfirmuar se aeroporti pritet të hapet në periudhën 10-20 qershor. Sipas të njëjtave burime, gjatë javës së ardhshme pritet të nënshkruhen dhe kontratat përkatëse. Një hap i rëndësishëm drejt finalizimit të këtij projekti strategjik për jugun e vendit. Hapja e aeroportit pritet të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së Vlorës, duke krijuar një portë të re hyrëse për turistët ndërkombëtar. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm lidhet me nisjen e fluturimeve të para. Chair Airline do të jetë linja e parë ajrore që do të operojë nga aeroporti ndërkombëtar i Vlorës. Fluturimet direkte mes Vlorës dhe Zyriu do të nisin më 26 qershor 2026 dhe do të kryhen 2 herë në javë deri më 23 tetor 2026. Ky zhvillim shënon një hap konkret drejt funksionimit të plotë të aeroportit dhe forcimit të lidhjeve ajrore ndërkombëtare, veçanërisht me Zvicrën, një treg i rëndësishëm si për turizmin, ashtu dhe për komunitetin e madh shqiptar që jeton atje. Drejtori ekzekutiv i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, Valon Luka, është shprehur se kjo marrëveshje shënon fillimin e një kapitulli të ri për aeroportin dhe për zhvillimin ekonomik të rajonit. Aeroporti i Vlorës konsiderohet një nga projektet më të mëdha infrastrukturor në Shqipëri. Pista e tij, prej rreth 3.2 kilometrash, është ndër më të gjatat në rajon dhe mund të presë avion të mëdhenj ndërkombëtar si Airbus A330 apo Boeing 777. Projekti shtrihet në mbi 300 hektar, ndërsa terminali modern është projektuar për të përballuar një fluks të madh pasagjerësh. Në fazën e parë, aeroporti pritet të përpunojë rreth 2 milion pasagjerë në vit, me mundësi zgjerimi në të ardhmen deri në 10 milion pasagjerë, përveç fluturimeve turistike. Në projekt janë parashikuar dhe zona për transport mallrash kargo, si dhe një akademi aviacioni për trajnimin e pilotëve. Për janarit është mbyllur plotësisht pika e grumbullimit të mjeteve të dhe mbetjeve në Jalli pas vëndjes në funksion të latfillit në Sherish. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini, duke folur për rëndësinë e këtij investimi, ka bërë me dije se ka nisur dhe faza e dytë e projektit me ndërtimin e kantierit të riciklimit të mbetjeve. Prej muajit janar është mbyllur plotësisht pika e grumbullimit të mbetjeve në Jalli pas vënies në funksion të landfillit të Sherishës. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, në një intervistë për Blu Televizion, ka theksuar rëndësinë e këtij investimi, ndërsa ka bërë të ditur se ka nisur dhe faza e dytë e projektit me ndërtimin e kantierit të riciklimit të mbetjeve. Sipas saj, ky proces do të nisë në burim përmes ndarjes së mbetjeve. Po, landfilli i Sherishës është një projekt ambicioz i qeverisë shqiptare dhe shumë i dobishëm për qytetin e Vlorës, sepse ky ka filluar me kapacitet ku qelizat bëjnë depozitimin e gjithë mbetjeve, edhe prej muajit janar ne kemi mbyllur totalisht pikën e vendgrumbullimit në Jalli, pra nga janari atje nuk depozitohen më, dhe këtu është faza e dytë, që faza e dytë ju e shikoni në hapësirat pas meje, është duke mbaruar kantieri ndërtimi që do të fillojë riciklimi. Por riciklimi i mbetjeve do të bërë në burim, dhe ne kemi zgjedhur një rajon, rajonin 3, kryesorin e qytetit, ku së shpejti do të vendosim vend të grumbullimin e mbetjeve në përlagje, të ndara me 3 kosha për ndarje në burim dhe tentojmë që të fillojmë të ndajmë atje në burim dhe faza e dytë, pra këtu pasi të ndahen në burim atje do të fillojë riciklimi, edhe riciklimi ka një projekt dytë ambicioz ku do të jetë filtrimi i ujit, i cili do të përdoret përsëri për nevojat e ndërmarrjes. Pra uji që del nga riciklimi i mbetjeve do të përdoret përsëri për nevojat e ndërmarrjes. Mersini theksoi gjithashtu se funksionimi i landfillit i ka dhënë fund problematikës së grumbullimit të mbetjeve në Jalli. Ajo shtoi se në këtë zonë pritet të ndërhyjet së shpejti, pasi në muajin maj parashikohet të nisë puna për kapsulimin e vendgrumbullimit të mbetjeve, i cili shpesh ka qenë shqetësues për shkak të zjarreve. Dhe më e rëndësishme është që kjo i dha fund, Sherisha i dha fund vendgrumbullimit të Jallis, por ajo nuk do të ngeli ashtu, sepse ajo është një plagë e hapur për gjithë komunitetin e Vlorës, sepse kuptohet që është një ndotje mjedisore e nivelit të lartë, edhe ne kemi qenë shpesh herë kemi përjetuar ndjesi të tmerrshme kur shikonim që digjen, por në maj ne shpresojmë të fillojë kapsulimi nga KFV-ja, instrumenti financiar që e suporton, dhe kapsulimi do të jetë jo vetëm në Vlorë, por paralelisht ne po tentojmë që projekti të fillojë edhe në Oriku. Ndërkohë, kryetaria e Bashkisë së Vlorës është ndalur edhe te një tjetër fazë e projektit që lidhet me menaxhimin e mbetjeve të ngurta dhe inerteve, duke synuar kështu zgjidhjen e një tjetër problematike për qytetin e Vlorës. Dhe faza e tretë e këtij projekti është landfilli i mbetjeve inerte, që po ashtu është bërë një problem shumë shqetësues për neve, sepse qytetarë të ndryshëm kanë filluar në vend grumbullimit e
mbetjeve urbane të hedhin mbetit inerte, duke i bërë të pamundur edhe për punëtorët fizikisht, kosha dëmtohen, makina teknologjike po ashtu. Kemi tentuar me buxhetin e fundit të fusim në qytet një mjet teknologjik dhe ju e dini që nëpër qytet, kudo nëpër botë, ka disa, le të themi, vend grumbullimi inertesh të mëdha, që janë hapësira metalike të mëdha, që vendosim gati në gjithë plagjet e qytetit, që qytetarët ti grumbullojnë mbetet inerte aty dhe nëpërmjet makinës neve ti tërheqim për të sjellë në landfillin që do të jetë landfilli i mbetjeve inerte. Dhe kështu merr fund procesi i parë, por jo i fundit, sepse qëllimi kryesor është, si çdo qytetar të Evropës, ndarja në burim, riciklimi. Kapsulimi do të jetë i allis. Pra, jallia do të kapsulohet, që është një hotspot që ju e dini që është tonelata mbetjesh urbane prej vitesh që ne kemi depozituar si qytet atje, edhe vetëm nëse ne muajt gusht 10 kemi pasur 3000 ton, në janar të këtij viti ne kemi pasur 5000 ton të depozituara në. Ju e dini që operatori i krijuar me vendim të fundit të Këshillit të Ministrave ka një operator që quhet Akemi, pra një agjencia kombëtare e trajtimit të mbetjeve, edhe landfilli i Sherish do të jetë përsëri i integruar në Akem, edhe Akemi së bashku përsëri me instrumentin financiar të KFV-s do të krijojnë landfillin e mbetjeve të inerte, por kuptohet që bashkia është aktor kryesor. Landfilli i Sherishës mbetet një nga projektet më të rëndësishme për qytetin e Vlorës, duke ofruar një zgjidhje afatgjatë për menaxhimin e mbetjeve. Ka përfunduar dhe ndërhyrja në pikën panoramike, teksa puna për transformimin e balkonit të Vlorës ishte lëmpezur nga firma zbatuese e punimeve, por sa do të ketë gjatësi pika panoramike edhe pas rehabilitimit, është dyshimi i qytetarëve, pasi sipas tyre shpesh kanë qenë dëshmimtar të dëmtimit të tyre nga qytetarë të papërgjegjshëm. Blu Televizion pak ditë më parë ngriti një shqetësim për sa i përket mos përfundimit të projektit, i cili konsistonte në rehabilitimin total të pikës panoramike. Puna për transformimin e balkonit të Vlorës ishte lëmpezur dhe pa përfunduar nga firma që kishte fituar tenderin. Një javë pas shqetësimit të ngritur për këtë kronik televizive, ka patur edhe reagim. Firma ka përfunduar tashmë në total rehabilitimin e një prej pjesëve më turistike të Vlorës. Por sa do të ketë gjatësi pika panoramike dhe pas rehabilitimit, Blu Televizion ka kontaktuar nga afër një prej banorëve të zonës që e ka shtëpinë aty pranë, Vasil Kosta. Prej vitesh jeton në një banesë pranë pikës panoramike, ku ngrej një tjetër shqetësim për sa i përket rezistencës së projektit për gjatë kohës, duke treguar raste të personave të dehur me styre dhe të huaj që dëmtojnë pikën panoramike. Kosta thotë se projekti nuk do ta ketë gjatë sipas tij. Në vend të xhamave duhet të ishin vendosur për të përballuar vandalizimin e qytetarëve, ndërkohë që banorët e zonës thonë po ashtu se është tepër e rëndësishme edhe vendosja e kamerave të sigurisë për ruajtjen e këtij investimi të ri. Po mirë shopo, ne shqiptarët, unë jam autokton këtu në Qiftote dhe kemi pasur balkonin ton këtë. Mirë është bërë, po këta kangjula që janë vërë këtu mbrapa, mirë ishte që të vjeshin përpara, se ne shqiptarët jemi mësuar me kangjula. Mbaj mend, mos takojmë prapë se kjo për një vit do të jedhin shesh xhamat prapë. Kush jetë? Unë, tjetri, ata që duan të mirën. Vjetë, kur u pishin këta xhamat, të deur ishin aty, Milek ishte rumun, të deur edhe thyenin xhamat. U thash se thyen xhamat, më thanë do ikësh ti apo si e ke hallin. Vin, pin birat me raki brenda, që ja lëshoj dhe në një cop droge dhe u lau, tu t'jem baraja. Mirë ishin që këto kangjullat të ishin për para, dhe jo xhamat për para, dhe xhamat ishin në mbrapa. Pa tjetër, duheshin ato gjëra, se këto janë investime në fakt që po bëhen. Kjo ka kushtuar të paktën, vetëm xhamat nuk e di se sa ashtu kanë. Po, që mirë është bërë, bukur është bërë, po më shumë në vit nuk do vedi alo. A që kemi kulturën e shqiptarët, jemi racë radikali. Unë ja, këtu në atje kam unë. Shtëpia e parë që jam. Jo, nuk ma merë mëndja, për nëse ne jemi dhe larë, këta këtu që janë, këta janë 2 familje këtu, këta mundet të ashtuat. Po këtu vinë çdo lloj. Ja lëshojnë një biro, janë një rakie dhe jedhin sheshit, merë gurin ai e bën nishan. Është tur, po është vina. Ore, nuk është mirë kjo punë që të dëmtojnë këto, se këto janë ndihmon në shpenzimin ton, ne i paguajmë prapë. Po tani ku dim në orti të keqen vëllai jo çfarë bëhet. Mirë ishte që të kishe një kamerë. Ja, te kjo këtu lart tek shtylla për shembull, të ishte vën kamera.
që kanë vërë gjithë bota rola. Nuk ashtu, nuk jemi ne jemi, dëgjoj, ne jemi, ta them unë jam 72 vjeç, ne jemi pse e bëri PS-ja dhe se e bëri PD-ja. Edhe hajde ta thyem se e bëri PS-ja. Po mundon kultura qytetare edhe më shumë të pakt. Po ti e da bonë, kot që ka thënë ai pari, e thon vetë këta fshatar këtu, o Vlorë është erdhi fati që kur erdhi ai në fshati. Një kamerë. Ta shikoj e kush ishte ai që e bën këtë punë. Bukur është bërë, të gjitha janë bërë në rregull, dakord. Nuk unë të them të drejtën dëgjoj, unë jetoj dhe jashtë, po zakonisht më shumë këtu në shtëpinë time tani. Edhe më vjen keq në fakt. Që prishen gjërat në Vlorë, është gjuna. Të gjitha janë të lidhura bashkë ato djala. Janë të gjitha të lidhura bashkë. Po na janë çfarë do bëjë policia? Ja policia është këtu. Vajtja tjetër i futi një thik atje lart. Duhet ndërgjegje, ne nuk kemi ndërgjegje djalë, mbaroja mohabet. Pika panoramike e qytetit mund të cilësohet tashmë e rehabilituar në total, por pikpyetjet janë se sa ky projekt do të jetë rezistent ndaj kohës. Eksperiencat e viteve të mëhershme kanë treguar se shumë shpejt projekti ka rënë pre vandalizimit nga qytetarë të ndryshëm. Ndaj është edhe tepër i rëndësishëm që krahas miliona lekëve të investuara për rehabilitimin e projekteve infrastrukturore, të investohet edhe për survejimin dhe mbikëqyrjen, si dhe ruajtjen e këtyre të fundit. Më pak vaksina, më shumë raste të infektimit me gripin stinor apo COVID-19. Sipas mjekut pediatër Edi Mone, numri i vaksinave të kryera tek fëmijët ka qenë relativisht i ulët prej nisjes së këtij viti, çka ka ndikuar në rritjen e të prekurve nga gripi stinor. Ndërkohë Mone garanton se nga viti në vit edhe vaksinat janë perfeksionuar, duke ofruar më shumë mbrojtje dhe më pak efekte anësore tek fëmijët. Ulja e numrit të vaksinimeve ka dhënë një impakt të drejt për drejt në popullat në shtimin e rasteve të infektimit me gripin stinor apo COVID-19. Mjeku pediatër Edi Mone konfirmon këtë fakt, duke thënë se numri i vaksinave të kryera tek fëmijët ka qenë relativisht i ulët prej nisjes së këtij viti. Mone thotë se prindrit kanë ende frikë për kryerjen e vaksinës apo janë skeptik, por kjo gjë sipas tij është e gabuar. Sipas pediatrit Mone, vaksinat janë mbrojtëset më të mira të shëndetit për të vegjëlit, duke sjellë tek ata një mbrojtje më të mirë imunitare ndaj sëmundshmërisë. Mjeku sqaron se rëndësia e kryerjes së vaksinës rritet ndjeshëm tek të sëmurët kronik, qoftë ata dhe në mosha pediatrike, pasi janë kategoria më e rrezikuar. Mjeku garanton se nga viti në vit edhe vaksinat perfeksionohen, duke ofruar më tepër mbrojtje dhe më pak efekte anësore tek fëmijët. Ajo që me të drejtë pyet dhe që ja vlen që të themi është që kultura për përdorimin e vaksinave në komunitetin tonë është shumë i ulët dhe kur bet laf për moshën pediatrike është akoma dhe më keq. Pra, njerëzit mbeten diffident dhe nuk e di se nga krijohet kjo lloj diffidencë, kuptohet. E ka një shpjegim, siç thot një mjek i njohur Ramburzheja, që thotë që padituria apo mungesa e njohurive çon në këtë lloj, si të thosh, parapje të mosbesimit lidhur me vaksinat. Neve si vjet vaksinat tek fëmijët kemi bërë pak, pikërisht për këtë arsye, kurse tek të rriturit janë bërë më shumë, por ajo që them gjithmonë është, nëse fëmia juaj ju e keni parë që sëmuret shpeshherë, ka kaluar gripra të rënd vitet e tjera, vuan nga sëmundje të lindura apo të fituara që bëhen me karakter kronik, siç është diabeti, siç është epilepsia, siç janë sëmundjet e lindura të traktit të tretjes. Të gjitha këto, apo azma, të thash, problemi qëndron që të gjitha këto që janë sëmundje kronike kërkojnë patjetër përdorimin e vaksinës. Dhe kjo do të jetë, si të thuash, një këshill shumë e rëndësishme që prindrit duhet që ta kenë parasysh. Vit për vit, vaksinat janë më, si të thuash, të plota për sa i përket mbrojtjes. Po ashtu tek fëmijët, ne kemi edhe vaksinën tjetër që është vaksina që mbi moshën 6 vjeç jepet me sprajt nga ëndët dhe as që atë ketë atë, si të thuash, dhimbjen e çpimit me vaksinën apo jo. Kështu që as i diskutohet që përdorimi i vaksinës duhet bërë. Kategoria më imediate janë fëmijët që kanë rrezikim më të madh nga kjo sëmundje,
por në përgjithësi fëmijët që vënë në komunitet nuk ndodh asnjë gjë nëse u vaksinohen. Në qytetin e Vlorës, numri personave të cilët preken nga gripi stinor, por dhe COVID-19, prej nisjes së vitit 2026 është në rritje krahasuar me një vit më parë, por pavarësisht se shifrat e të prekurve rriten, numri personave që kryejnë vaksinën antigrip ose anti-COVID është ulur ndjeshëm. Në episodin e radhës të podcastit Flasim, kryeministri Rama u ndalte lufta që po ndodh në lindjen e mesme, duke u shprehur se prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende. Në episodin e radhës të podcastit Flasim, kryeministri Edi Rama u ndalte lufta që po ndodh në lindjen e mesme, duke u shprehur se prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende. Ai gjithashtu u ndal dhe te spekulimet se Irani mund godasë Shqipërinë, duke shtuar se NATO e tregoi në Turqi se do të mbrojë çdo vend antar të saj, duke përfshirë dhe Shqipërinë. Në këtë moment, sigurisht edhe për ne, si për shumë vende të tjera, prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende. Përfaqësitë tona diplomatike dhe konsulare në rajon janë në kontakt të vazhdueshëm qoftë me ne, qoftë me autoritetet vendase. Po bëjnë gjithçka për ta monitoruar situatën, për të informuar dhe për të asistuar, ndërkohë që çështja kyç e fluturimeve mbetet një sfidë për të gjithë. Kjo është një situatë që kërkon qetësi, kujdes, informim vazhdueshëm nga burimet zyrtare. Përsa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj tashethemesh dhe spekulimesh, dhe më interesante është që ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri, të keqen më të madhe e kemi brenda dhe burimin më të madh të desinformimit, të gënjeshtrave, të deformimit të informacionit. Ne ndryshe nga të tjerët nuk kemi pse e kërkojmë gjetkë, sepse e kemi këtu. Dhe nga këtu është prodhuar në mënyrën më kriminale dhe të papërgjeshme edhe një seri lajmesh për gjoja mundësinë e sulmit mbi Shqipërinë, por ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është antare e NATO-s dhe sikundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi, ku goditi menjëherë një raket të ardhur nga Irani, gjë të cilën pastaj e nënvizoi bukur mirë edhe generali amerikan i komandës së NATO-s. Qartësisht kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtare të NATO-s, me gjithë keqardhjen për të keqen që me siguri nuk e ka as pak problem nëse do të jepi mundësia ta provonte edhe ndonjë sulm mbi Shqipërinë, vetëm e vetëm për të ushqyer shpresën e kocë. Siç thonë tironësit, ondrën në beze, se do të përmbyset i ashtu quajturi regjimi i Edi Ramës. Riviera shqiptare kryeson mes destinacioneve më të mira për verën 2026, sipas revistës italiane të udhëtimeve World Travel. Kjo pjesë e Bregdetit në jug të Shqipërisë, që shtrihet përgjatë detit jon, ofron plazhe dhe peizazhe që shpesh krahasohen me ato të Greqisë, por me një atmosferë më autentike dhe më pak të mbipopulluar nga turistët, shkruhet në World Travel. Riviera shqiptare kryeson mes destinacioneve më të mira për verën 2026. Kështu shkruhet në artikullin e botuar në revistën italiane të udhëtimeve UOM Travel. Për turistët që kërkojnë një vend të ri për të zbuluar, me det të kristalt dhe çmime shumë konkurruese se në shumë vende të tjera të mesdheut, Riviera shqiptare është një zgjedhje ideale. Kjo pjesë e Bregdetit në jug të Shqipërisë, që shtrihet përgjatë detit jon, ofron plazhe dhe peizazhe që shpesh krahasohen me ato të Greqisë, por me një atmosferë më autentike dhe më pak të mbipopulluar nga turistët. Korriku, sipas revistës italiane të udhëtimeve UOM Travel, është muaj më i përshtatshëm dhe njëkohësisht është koha perfekte për ta vizituar, fal klimës së ngrohtë dhe ditëve të gjata plot diell. Saranda është një nga qendrat turistike më të gjalla dhe më të frekuentuara të vendit. Ksamili është i famshëm fal ishujve të vegjël që mund të arrihen edhe me notë ose me varkë dhe ujrave të tij të kristalta, i konsideruar si Maldivet e Europës. Duke udhëtuar përgjatë
rrugës panoramike që zbret nga qafa e Llogoras drejt Bregdetit, vizitorët ndeshen me disa nga plazhet më të bukur të vendit, të vendosur në gjire të rrethuara nga natyra e gjelbër, si Dërmiu, Jala dhe Imara. Përtej detit të kristalt, rajoni ofron dhe pasuri historike dhe kulturore. Një nga atraksionet më të rëndësishme është Parku Kombëtar i Butrintit, një pasuri e mbrojtur nga UNESCO. Ky park antik është një nga vendet më të vizituara në vend dhe një dëshmi e historisë mira vjeçare të rajonit. Fal kombinimit të detit spektakolar, natyrës së paprekur, kulturës dhe çmimeve relativisht ulta, Shqipëria po kthehet kështu gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për turistët europian që kërkojnë pushime cilësore pa shpenzime të mëdha. Në një kohë kur turistët kërkojnë gjithnjë më shumë përvoja autentike dhe destinacione të reja për të zbuluar, Riviera shqiptare po shndrohet në një nga surprizat më të mëdha të turizmit mesdhetar, duke tërhequr çdo vit gjithnjë më shumë vizitor nga e gjithë Europa. Vera e vitit 2026 mund të jetë momenti perfekt për ta zbuluar atë, sipas UOM Travel. Prej 44 vitesh pas timonit të Skodës, për sot numëron 200 piktura të realizuara brenda 5 viteve të fundit. Ekspozita e tij e 5 përfshin 45 punime, ku dominojnë peizazhet dhe pamjet natyrore të përkthyera në tablo me ngjyra të gjalla, të cilat mbajnë emrin e 83 vjeçarit Rahmi Dervishaj. Nga timoni tek Peneli, 83 vjeçari nga Vlora që gjeti pasionin e fshehur në pikturë. Rahmi Veli Resul Dervishaj, 83 vjeç, i lindur më 22 prill të vitit 1943 në Vlorë, ka kaluar plot 44 vite të jetës së tij pas timonit të një makine Skoda. Për dekada me radhë, rrugët, udhëtimet dhe peizazhet që i shfaqeshin përpara syve kanë qenë pjesë e përditshmërisë së tij, por vetëm disa vite më parë ai vendosi t'i kthejë ato pamje në art. Në vitin 2019, ku edhe bota ndaloi për shkak të Covid-19, Rahmiu nisi të merrej me pikturë, duke zbuluar kështu një pasion që e kishte mbajtur të fshehur për shumë kohë. Frymëzimi i tij vjen kryesisht nga natyra dhe nga eksplorimet që bënte gjatë viteve të punës si shofer, ku çdo rrugë e re i sillte një panoramë të veçantë për ta ruajtur në kujtesë. Unë jam shofer parku, shofer autobusi që në 62-shin, jam shofer i vjetër më një gjithë Vlora, dhe këte kam pas talent, se jam i vjetër me Nestor Jonuzi, Skënder Kamberin, këto. Mirë po, unë mora drejtim, se jeta është një udhkryq. Unë mora drejtim kur fitova konkursin për lice, më regjistruan dhe në kurs shoferave. Dhe mua më pëlqeu dhe kjo dhe u shmanga. Pastaj ajo dashuria për artin e pikturës, mua më ngeli peng, se punova shofer, ushqeva fëmijët, 5 fëmijë, burë e grua 7, edhe më ngeli peng, dhe tani, kur erdhi Covidi, në 2019, thashun, pse na mbyllën e? Thashun, ta provoj njerë talentin tim që ka qenë në frigorifer, ka qenë magazinuar. Edhe fillova unë. Edhe kam hapë, është ekspozita, kjo që shikoni ju, është ekspozita e 4 e mirëfillte mund, mos them e 5. Sot ai numëron rreth 200 piktura të realizuara brenda 5 viteve të fundit. Ekspozita e tij e 5 përfshin 45 punime, ku dominojnë peizazhet dhe pamjet natyrore të përkthyera në tablo me ngjyra të ralla. Ai përdor kryesisht bojra akrilike, por në disa prej veprave të tij ka eksperimentuar dhe me teknikën e vajt. Jo, kjo është surprizë, ata që më njohin mua, ky shofer ç'ne na doli piktor ky. Po ky jam unë, Rahmiu. Se kam pas dëshire, kam pas pasion në pikturën. Dhe se unë si shofer kam eksploruar gjithë Shqipërinë. Utoja natën kryesisht, se kështu ishte puna jonë kështu që qoheshim 3-4 mëngjesit. Unë dhe gjithë shumë shok të mitë. Edhe kam par agime, perëndime, pamje, peizazhe shumë interesante dhe i kisha të ngulitur këto, po unë profesioni s'ma lejonte që të merja kavaletën apo të s'kisha kohë të vdisja unë, jo më të merja me pikturë. Në një studio të improvizuar brenda biznesit të tij, ai kalon orë të tëra duke pikturuar. Sipas tij, çdo ditë nis me të njëjtën ide të krijojë një tablo të re. Nuk i shes piktura, thot Rahmiu. Dua që me to të mobiloj dhomat e hotelit tim në mënyrë që çdo turist që vjen këtu të shijojë diçka nga arti dhe natyra që më ka frymëzuar. Kujtimet e bukura se njeriu që eksploron jetën, që lëviz, shikon pamjet bukura, peizazhe, malit, kodra, deti, perëndimi, agimi. Këto të bëjnë edhe tyja dhe juve, po unë që kam të akumuluar talentin në koshiencën time,
Unë jo dhe këto dhe thash, në fundit thash, është e fundit që ekspozit e fundit, po prap nuk duroj dot. Kam 3 muaj që po punoj për një ekspozit të 5. Unë dashuroj shumë kolorin, unë punoj me ngjyra zjarë. Ekspozit e fundit ka qenë që kam bërë dhe një libër arti unë, e kam bërë pejsazhen, jo, perëndimet në Bregdetin e Vlorës, logua, perëndimet në Bregdetin e Vlorës. U pëlqyer shumë në fakt, u pëlqyer shumë dhe mua më përgëzuan, mua nuk më rritet mendja për përgëzimet dhe tani këtë e kam dhe me perëndime dhe pejsazhe dhe unë punoj me akrilik kryesisht. Edhe më kanë këshilluar mi dhe shok që janë piktor, punon me vaj. Mi po vaj të mundon një qikë, se me zi thajet. Unë kam bërtu, kam dhe me vaj. Mi po nuk e di, më pëlqen në akriliku. Edhe se të ndihmon akriliku se thajet dhe korrigon gabimin që ke bërë. Unë nuk kam shitur asnjë. Se unë fatmirësisht, mos bëj belulin të mburem, unë kam ndërtuar jetën mirë dhe jam mirë me ekonomi, edhe unë nuk shes, unë kam bërë për fëmit dhe për resursin mikroturistik që kam unë. Se kam një, dhe unë dua që çdo hyrje, çdo apartament të jetë një mikroekspozit për ata që do e marrin 5 ditë, 10 ditë, apo so. Edhe nuk kam qitur, po edhe kam falur, kur më ka ndërrur dorën, unë kam psikologjisur që ma ka thënë me ndrojtje, kjo më pëlqen mua, unë si kam marrë lekat, ja kam falur. Bile dhe sot kam një rast të tillë që e fala një, tha, kjo më pëlqen. Unë ja vura në kornizë dhe ja kam dhënë sot. Unë qohem na gjumi me ëndra. Jo për pikturën, po jam ndërrues ç'a do bëj sot, ç'a do bëj nesër. Në 2 të natës, se unë për moshën që kam nuk fle shumë. Edhe në 2 të natës filloj e mendoj për shumë probleme. Edhe te piktura më vete mendja, ç'a do bëj nesër them. Edhe e bëj, kam program që fantazi, kompozim, fotografi. Ai rëfen se gjatë gjithë ditës mendja i shkon tek një pamje, një peisazh apo një detaj në natyra, të cilin më pas përpiqet ta hedh në telajo. Për të piktura nuk është thjesht një aktivitet artistik, por një mënyrë për të vazhduar të eksploroj botën, ashtu siç bënte dikur në rrugët e gjata të punës së tij. Do të ndalemi tek aksidenti i rënd automobilistik me pasojë vdekjen e 39 vjeçare se ndodhur mëngjesin e sotëm në kryqëzimin që lidh fshatin Varipop me autostradën Levan-Tepelen. Në momentin e hyrjes në autostradë, automjeti i saj është përplasur me pasoja fatale nga një fugon që po qarkullonte në këtë aks rrugor. Aksident tragjik në kryqëzimin Varipop Levan-Tepelen humbi jetën një 39 vjeçare. Një aksident i rënd automobilistik me pasojë vdekjen e një 39 vjeçare e ka ndodhur mëngjesin e sotëm në kryqëzimin që lidh fshatin Varipop me autostradën Levan-Tepelen. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, por edhe atyre zyrtare nga Drejtoria Vendore e Policisë, një autovetur tip Kia që drejtoi nga një shtetase 39 vjeçare identifikuar si Nertila Abazaj ka dalë nga rruga e fshatit Varipop për të hyrë në autostradën Levan-Tepelen. Në momentin e hyrjes në autostradë, automjeti i saj është përplasur nga një furgon që po qarkullonte në këtë aks rrugor. Si pasojë e goditjes së fortë, 39 vjeçaria ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa drejtuesi dhe pasagjeri që ndodheshin në fugon janë transportuar drejt Spitalit Rajonal Fier për të marrë ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas aksidentit në vendin e ngjarjes kanë mbritur shërbimet e policisë dhe patrulla e qarkullimit rrugor për të normalizuar lëvizjen e automjeteve në këtë segment. Gjithashtu janë thirrur dhe shërbime zjarfikse për të bërë të mundur nxjerrjen e trupit të viktimës nga automjeti. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit tragjik. Flamurtari në basketbol për femra vijon kryesimin në renditje. Flamurtari ka fituar 88-54 përballë Studentit në transfert me objektivin që mbetet titull kampion. Fitore edhe për Flamurtari në volejboll, i cili është drejt ngjitjes në Super League.
Tjetër fitore me shifra të thella ekipit të flamurtarit në basketbol për femra në rezultatin 88-54 në ndeshjen e luajtur në shtunë në Pallatin e Sportit të Aslan Rusi të kryeqytetit, ku përballë kishte ekipin e Studentit. Ekipi i flamurtarit vijon kështu të mbetet pa asnjë rezultat tjetër veç duke njohur fitore në këtë kampionat dhe duke mbajtur vendin e parë në renditje. Në takimin e luajtur ditën e shtunë në kryeqytet, ekipi i flamurtarit nuk ka patur as pak vështirësi përballë Studentit, duke marrë një fitore në shifra të thella dhe duke dominuar gjatë gjithë takimit. Ka zgjidhur qysh në pjesën e parë me ekipin e flamurtarit që ka krijuar një avantazh të konsiderueshëm, ndërsa në 2 periodat e fundit ka arritur ta thellojë edhe më tej rezultatin, duke marrë kështu një fitore të thellë në shifra 88-54. Ekipi i flamurtarit që ka siguruar prej kohësh pjesëmarrjen në play-off vijon të mbetet në vendin e parë të renditjes dhe padyshim synimi për këtë vit është si gjithmonë arritja e titullit kampion. Ndërkohë për sa i përket ekipeve të flamurtarit, një fitore shumë të rëndësishme ka arritur te ai volejbollit për femra në ndeshjen e luajtur ndaj Studentit në rezultatin 3-2. Një fitore që e mban ekipin e flamurtarit në rrugë për të ngjitur sezonin e ardhshëm në Superligën dhe me pjesëmarrjen e ekipeve më të mira të volejbollit shqiptar. Një ndeshje shumë e fortë është luajtur në Pallatin e Sportit Flamurtari me ekipin vlenjat që ka fituar setin e fundit dhe duke mbyllur ndeshjen në shifrat 3-2. Kështu ekipi i flamurtarit është tashmë në vendin e dytë të renditjes në rrugën drejt ngjitjes sezonin e ardhshëm në Superligën e volejbollit shqiptar. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes. Mirupafshim.